tek Këshilli i Sigurimit? Shikoni, protestat kanë qëllimin e vetë dhe me shpresë se do të kenë efekt, në të kaluarën ka patur efekt dhe ky është një rol i rëndësishëm që ne si Mërgat edhe ne si federat kemi luajtur ndër vite, ndër dekada. Një gjë që shpesh herë njerëzit e komentojnë se nuk jemi organizata që merremi me lobinge, me lobby që quajmë këtu. Në të vërtetë ne nuk jemi të regjistruar në shtet si organizatë lobuese sepse nuk e kemi atë titull, por në kontekstin e çka bëjmë dhe si veprojmë, ne jemi lobues. Edhe të shkosh në rrugë të hanën dhe të tregosh botës se është e padrejtë çka i bëhet Kosovës, çka është bërë Kosovës, nga pjesa që kemi parë dhe kemi ditë, por dhe kjo është një lobim, dhe kjo është një ndërgjegjshmëri. Të shkosh në rrugë dhe të thosh se je krenar, që je shqiptar, është lobim. Të takosh senator, kongresist, përfaqësues në Kombet e Bashkuara, është lobim. Pavarësisht se ndoshta në atë kontekstin e kuptim plot të fjalës, nuk jemi organizatë lobuese, jemi organizatë shoqërore që kohë pas kohe, me gjenerata. Po veprimtaria është lobuese. Po natyrisht, veprimtaria është lobuese, sepse ky është qëllimi, ky është misioni i gjitha këtyre organizatave, kur flas për këto, flas natyrisht për federatën tonë 119 vjeçare, që nga fillimi kur Fanoli e takonte Wilsonin në Washington, nuk e takonte për të folur për se si do të jetë moti nesër, por për interesat kombëtare. Kur e shohim në një fotografi që kemi një fotografi famoze këtu në Vatër të viteve 99, kur kryetari i Federatës Vatra Indieri Karaxhozi është ballë për ballë në takim në zyrën e presidentit Clinton në shtëpinë e bardhë. Dhe ai aty lobon, nuk flet ai për motin se si do të jetë nesër, por për interesat tona mbar kombëtare. Dhe këtë është e rëndësishme ta dimë të gjithë ata që shikojnë dhe ata që nuk duan të dinë ose nuk duan ta shikojnë. Po, dua të flas edhe më pas specifikisht për këtë pjesën e lobimit, sidomos në situatën e fundit që është këtu në Kosovë, por të ndalim edhe pak tek protesta. Si ka shkuar organizimi? Janë organizuar shqiptarët, marrin pjesë ditën e hënë? A keni numra, shifra se sa do të bashkohen në këtë protestë? Ne me shpresë falës edhe medias, rrjeteve sociale dhe këto besoj që do të kemi një numër adekuat, megjithatë të thëmë pak i kenë zberë sa i përket këtyre aktiviteteve, sepse në një mënyrë kemi menduar se kjo situata është rregullua, Kosova fitoi pavarësinë, Shqipëria shtet, Maqedoni pavarësisht një situatë qetë, njëjta situatë dhe me shqiptarët e Maltezi. Në këto na kanë vënë një farë arsye që ndoshta të marrim pak pushim, por e shohim në realitetet, që ndodhin rreth nesh, edhe ato globale natyrisht, që ne duhet të jemi vigjilent, duhet të jemi ndoshta edhe më mirë të organizuar dhe kjo ka qenë një nisëm që ne edhe në Federatën Vatra mundohemi që ta ringjallim këtë ndërgjegjësi.